Në një kohë kur teknologjia dhe stili i jetesës moderne po ndryshojnë ritmin e jetës së përditshme, shumë pyesin veten, apo u mbasim lidhjen me rrënjët dhe zakonet tona tradicionale? Blu Televizion i është drejtuar qytetarëve të Vlorës me pyetjen: mendoni se po harrojmë traditat shqiptare? Pse? Dhe përgjigjet reflektojnë mendime të ndryshme, por një shqetësim të përbashkët për ruajtjen e identitetit kombëtar. Mushtatarët i trajtojnë, i ruajnë, po teatrit pjesa më e madhe i kanë harruar. Traditat shqiptare janë me emër e duhet të ruajtur. Sjellja, edukata, korrektësia, njët, minjoja është mbi të gjitha, minjoja është e madhe. Po mundohem të këshilloj. Kam fëmijë të andeja unë jashtë, nuk i ruaj. Edhe të rinë pjesërisht kur po e vash. Të rejat e kohës që hyn, e vjetra nuk harrohen. Të trashëgohet nga familja. Fëmijët e mi pavarësisht se janë të gjithë në kurbet, ty ruajnë traditat dhe atje ku janë, edhe në Amerikë dhe në Itali. Nuk u mbasin traditat shqiptare. Ja, më shumë të emigrimi që ikën njerëzit, lanë vendin të shtret, ikën jashtë. Sa më shëndet tjetë familja ka që të prindit i pari. Pavarësisht se ritmet e jetës moderne kanë ndryshuar mënyrën se si shqiptarët jetojnë e festojnë, shumica e qytetarëve ndajnë bindjen se traditat janë një pasuri që nuk duhen harruar. Ato përbëjnë jo vetëm një trashëgimi kulturore, por edhe një udhërrëfyes për të ardhmen. Thirrja e tyre është e qartë: të kujtojmë, të ruajmë dhe të përcjellim me dashuri atë që na bën shqiptar.